Zoti Berisha ka shkuar, tashmë që po flasim, pra, sot ka shkuar është paraqitur në prokuroria e posaçme rreth orës 9 dhe zoti Berisha është duke dhënë shpjegimet e tij atje. Padyshim që unë mendoj se zoti Berisha është i fundit që duhet thirrur në atë histori. Mendoj se ai nuk është thirrur si person në hetim, thjesht si person në dieni, domethënë. Jo, si person në dieni. Si person dieni, po. Dhe unë mendoj se ajo ngjarje duhet të filloj, zbardhja e saj duhet të filloj patjetër që nga momenti i para protestës, i organizimit të protestës, i thirrjeve të opozitës së kohës për dhunë dhe për rrëzim të qeverisë me dhunë, dhe pastaj të shkojmë te pjesa fundore tek gardistët morën urdhër, s'morën urdhër, apo dhanë urdhër, nuk dhanë urdhër. Ne kemi një precedent të afërt, po dhe të largët, ku janë vrarë protestues, në datën 2 prill 1991 në Shkodër, u vranë 4 protestues, që kishin shumë arsye për protestuar, dhe nuk mbajti përgjegjësi atëre as presidenti kohës dhe as kryeministri kohës. Po mbajti përgjegjësi as madje doli pafajshëm edhe ministri brendshëm që ishte zoti Ruçi, sepse kështu ishte ndërtuar e gjithë zinxhiri i atyre i komandës që mbronin institucionet. Dhe në këtë kuptim bëhet e lidh me sot, them që nuk ka lidhje politike fare që kryeministri të japi urdhër gardës. Garda e Republikës së nderuar duhet të futeni të kuptoni ligjin. Po nuk kuptojmë ligjin. Si funksionon dhe organizohet dhe funksionon Garda e Republikës, ne nuk e kuptojmë dot dhe do flasim sa herë të duam politikisht. Nëse do ta shikojmë juridikisht, të kuptoni diçka. Garda e Republikës nuk merr urdhët nga askush, Garda është institucion që ruan objektin e rëndësisë veçantë dhe personat e rëndësisë së veçantë. Në rastin konkret nuk ka lidhje fare, po fare, as me ministrin e brendshëm, as me kryeministrin e kështu me radhë. Unë jam i bindur që ajo protest ishte dhunshme, sepse e pam të gjithë, kjo ngjarje duhet hetuar që nga kryetari i opozitës së kohës, personat të cilët donin garant që morën leje dhe donin garant për mbarvajtjen e asaj proteste, padyshim do të mbajnë përgjegjësi dhe ata, pastaj duhet të shikojmë si kanë ecur gjërat dhe në çfarë trishnie ishin gardistët, duke parë të gjitha atë dhunë të pa precedent që është ushtruar mbi institucionin kryeministrit. Mos harroni diçka që në datën 6, mos gaboj, në 6 janar të vitit 2020 është sulmuar një nga institucionet e rëndësishme e Shtetit Bashkuar Capitol Hill, ku u vranë disa protestues aty dhe nuk u dënua as ministri brendshëm i kohës, sekretari i shtetit për punët e brendshme në SBA, sekretari për punët e brendshme PAK, dhe as dikush tjetër. Sepse kur sulmoni institucionet, ata që kanë si detyrim për t'i mbrojtur institucionet, kanë zbatojnë ligjin e tyre që hyn në fuqi me njëherë si e kanë ata organizimin e tyre pa e futur tek legaliteteve. Kështu që unë mendoj se 21 janari duhet zbardhur padyshim, por zbardhja 20 janarit fillon nga thirrja e Edi Ramës, e Tavlan Pallës, e Sajmir Tahirit dhe të gjithë atyre të cilët organizuar, po pse jo dhe ata 300 protestuesët e dhunshëm që janë të filmuar në çdo moment dhe dhunën që ata kanë përdorur ndaj policisë së shtetit, pse jo edhe ndaj Gardës së Republikës. Kështu që kjo gjë duhet të zbardhur dhe çdo kush të marrë dënimin e tij me akuzat të hetohet, për akuzën për përmbysje të rendit kushtetues me dhunë. Kjo duhet të jetë akuza për të cilën duhet të hetohen ata që kanë përgjegjësi. Qartë, mirë. Avokat, unë të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam, edhe shpresoj do të kemi bisedat të tjera në vazhdim për aktualitetin. Po, ishe kënaqësi, patjetër do lidhet. Kënaqësi. Ishim me avokat Kujtim Cakran, folëm për disa zhvillime të aktualitetit politik në vend, vetëm pak shkëputje dhe rikthehemi në bisedën tjetër.
Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, në këtë bisedë të dytë. Në fakt do të vjen të flasim për zhvillimet nga vendi, protestën e opozitës, aksionin dhe zhvillimet të tjera nga të fundit nga drejtësia. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë me studion time direkt nga Gjermania, zotin Petrit Tafaj. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të lidhem me juve. Kënaqësia ime, patjetër. Dua ta nisim këtë bisedë së bashku duke bërë një analizë të protestës së opozitës në datën 17 nëntor, pritshmëritë që pati ajo protestë, pjesëmarrja, kritikat, a është vërtet në këndvështrimin tënd një nisje e vërtetë e një aksioni opozitar apo jo? Unë jam i mendimit që kjo është një nisje e moderuar e të bërit opozitës. Është diçka e mirë menduar edhe është në një format të tillë saqë PD-ja mund ta realizojë, por vetëm kaq, jo gjë më shumë. Pra PD-ja shikon i ka matur forcat dhe në një farë mënyre bën një një platformë opozite kundër qeverisë përpara kryeministrisë, krahas luftës që bën brenda parlamentit. Por mënyra edhe koha është e koordinuar në lidhje me hetimet e spagut, kështu që secili të dyja palët shikojnë njëra tjetrën dhe veprimet i kanë të koordinuara të dyja, domethënë duke parë njëra tjetrën dhe duke bërë një farë mënyrë këshillëk njëra tjetrës. Pra, po themi që është një nisje e moderuar, megjithse në fakt këtë gjë e shpreu edhe vetë zoti Berisha, që pjesëmarrja do të ishte ulët. Megjithatë, pritej më shumë pjesëmarrje, po themi, nga qytetarët, nga demokratët, nga militantët, ndoshta. PD-ja ka të qartë që aftësia për të dërguar valët e shpresës deri në çdo skaq Shqipërisë nuk e ka më këtë mundësi që të angazhojë simpatizant, po një problem kanë dhe socialistët, sidomos Partia Demokratike, me që vetë nuk është se po bën progres, nuk është se po riorganizohet ose të bëjë një analizë të hollësishme të humbjes së zgjedhjeve, votuesi e shikon dhe një farë mënyre ka rënë mbështetja e Partisë Demokratike, por nga ana tjetër socialistët nuk e dinë faktikisht se sa mbështetje kanë edhe për shkak të manipulimit të mendimit nëpërmjet mediave dhe nëpërmjet paras duke blerë vota. Pra dhe socialistët nuk është se dinë realisht që sa kanë numrin e saktë që kanë i mbështesin. Po Partia Demokratike është në pikën e saj më të ulët, kështu që mënyra e moderuar të bërit protestave është forma e përshtatshme për momentin. Por, e vërteta, nëse është e vërteta apo jo, ka një sentiment opozitar në Shqipëri apo jo? Përkundër daljes, po themi, pjesëmarrjes në protest, ka një sentiment opozitar? Sigurisht njerëzit nuk janë të gatshëm për të dalë, po ju mungojnë kushtet. Kushtet është bindja për të qenë i sigurt se pse po dalë. Dhe këto daljet me gjithë kjo popull që i ka vajtur mbrapa Partisë Demokratike një farë mënyrë është zgënjur me rezultatet edhe me menaxhimin e votës tyre dhe besoj që ka shumë popull që kanë dalin, por mungojnë kushtet, mungojnë shpresa. Kjo Partia Demokratike në formën që është sot, në këtë rrethana që është sot, nuk ka arritur, megjithë mbështetjen që ka patur dhe ka nga shumë nga populli shqiptar, por duke parë që nuk është formacioni i duhur të cilës shpresës për shqiptarët, ju ka rënë dhe mbështetja nga elektorati. Qartë. Po çfarë, se Partia Demokratike ka nisur këtë, po themi, këtë aksion, me qëllim të ngritjes së asaj platformës së diskutimit qytetar, se pretendojnë që në kuvend nuk po i jepet kohë për të debatuar, kështu që po e zgjidh në një mënyrë alternative, jo se po del nga kuvendi, që të jemi të qartë. A mund të funksionojë kjo si platformë e diskutimit qytetar në kushtet kur është një parti parlamentare? Çfarë do duhet bëj Partia Demokratike? Rruga duale që ka zgjedhur deri tani mua më duket e saktë, sepse në fund nuk ka dhe votat brenda parlamentit. Ajo Partia Demokratike bën luftën brenda parlamentit, por çështja e demokracisë, çështja e të dhënies drejtës së deputetëve të opozitës është një problem shumë i madh. Me sa duket këtë OSBE-ja dhe organet e Bashkimit Evropian nuk e shikojnë si shumë të rëndësishme, shikojnë më të rëndësishme çështjen e përparimit të bisedimeve,
por Partia Demokratike ka zgjedhur këtë mënyrë hibride në parlament dhe para kryeministrisë si mënyrën më të mundshme, më efektive për të vajtur tek qytetari, tek zgjedhësi. Nëse do arrit diçka, unë nuk besoj, është një përpjekje, por përpjekja nuk do të thotë që do kesh sukses. Përpjekje për të mbajtur edhe ngrohtë elektorati që ne po protestojmë, por është pak absurde të mendosh që Edi Rama në këto rrethana cilësuese që është tani në qeveri me problemet pafund që ka, të miratojë një qeveri teknike. Ka dhe një anë tjetër medalit që unë shikoj si problematike. Për të kërkuar qeveri teknike mund ta kërkosh, por në rastin më ideal, ja themi që Edi Rama thot, "Okej, bëjmë qeveri teknike edhe zgjidhni ju kryeministrin." Po sikur të bëhen zgjedhjet pastaj më vonë janë të sigurt demokratët që do të fitojnë. Kështu që një farë mënyre duke marrë përgjegjësinë për të krijuar një qeveri teknike është një thik me dy teha, kështu që mund të ndodhë që e merr qeverinë teknike dhe humbet prapë, po pastaj. Kështu që një farë mënyre kërkojnë, por besoj që në pas kokë mendojnë që inshallah nuk bëhet. Dhe unë nuk besoj që Edi Rama ta lëshoj pushtetin kështu, sepse në fund i ka marrë votat. Me manipulim, pa manipulim, i ka marrë votat, tani është kryeministri i Shqipërisë, edhe kështu pushteti nuk dhurohet kaq kollaj, sepse edhe PD kushtet për shtetin, nuk është se dhuroi pushtetin, nuk është se soll më ndryshe nga Partia Socialiste tani. Një farë mënyre është kthyer në bumerang gjitha sjelljet e Partisë Demokratike. Gabimi që ka bërë, ligji që ka miratuar, po i kthehen kundërta. E njëjta gjë do ndodh edhe me socialistët kur të jenë në opozitë. Pra, krijimi ose arritja e një kompromisi për një reformë zgjedhore do të parë me shumë kujdes, besoj që janë pjekur kushtet që edhe për të bërë një reformë zgjedhore duhet të jetë barabartë në mënyrë që ta mendosh veten sot jenë pushtet, por do të mendosh vetë të desh në opozitë. Qartë. Mirë, unë duhet kalojmë në një çështje tjetër, flasim në fakt sot zoti Berisha do të paraqitet në prokurorinë e posaçme në SPAK në lidhje me çështjen e 21 janarit si person në dieni. Ka patur shumë zhurmë në media në lidhje me këtë punën e paraqitjes së zotit Berisha, sa i takon ftesës, i ka ardhur ftesa, nuk i ka ardhur ftesa. Megjithatë, këto janë çështje, janë detaje teknike, por më e rëndësishmja është apo rihapet, po themi 21 janari që do të çojë në një tjetër goditje të opozitës, nënkuptojmë këtu zotin Berisha. Unë besoj që SPAK-u ka hyrë një rrugë pa krye, sepse ngjarja është kaq vite mbrapa sa që është vështirë ta gjesh përgjegjësin kryesor. Themi nga dita që ka ndodhur kjo 4 vrasjet, faktikisht kjo është organizuar nga opozita e dikushme, qeveria ose përfaqësues qeverisë sotme. Kështu që nuk ka rëndësi si e mori ftesën, rëndësi ka që ai shkoi atje, por dhe përballja me faktet pas shumë viteve, besoj që do jetë vështirë të gjesh një përgjigje, sepse shumë të dhëna janë që kemi mësuar nga mediat, janë të fshira, kështu që faktet janë zhdukur dhe gjykata normalisht duhet vendos mbi faktet, jo mbi bazën e simpative ose në bazë të presioneve. Po cila është arsyeja që po rihapet kjo çështje? Është rihapur edhe çështja e Gërdecit, ndërkaq që është edhe zoti Fatmir Mediu atje. Pra, SPAK-u po bën detyrën e vet si prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që merret pikërisht me politikanët e nivelit lartë, apo jo? Po, sigurisht, po SPAK-u nuk është po merret faktikisht shumë me politikanë, më shumë po merret për të mediatizuar çështjet që ka marrë në dorë, sepse normalisht nuk është detyra e SPAK-ut për të bërë politikë me mediat. SPAK-u e ka marrë, është një shtet ligjor, çdo denoncim që merr duhet ta hetojë edhe ta çojë në gjykat, por duhet ta bëjë këtë me shpejtësi, pas kaq shumë viteve për të marrë disa fakte. Megjithatë është një detyrë edhe e qeverisë, sepse Edi Rama një nga premtimet në memori nuk e kemi kaq shkurtër, sado që neve na thonë që shqiptarët kanë memori shkurtër, ne dimë që Edi Rama erdhi me premtimin pushtet që kur të vijon në pushtet, unë do zgjedh çështjen e 21 janarit, do shkoj deri në fund çështjes, edhe siç e shikoni që edhe sot nuk e ka vajtë në fund, ishte edhe nëse kujtoni edhe anullimi i lotarisë austriake dhe shumë probleme tjera që sot janë fshirë nga memoria e shqiptarëve.
Kështu që unë nuk besoj që edhe në fundit dhe SPAK-u mirë që heton Berishën, bën shumë mirë që heton, por duhet të hetoj dhe organizatorët faktikisht. Po organizatorët me se duket e ka vështirë për t'i parë dhe për t'ju ofruar, kështu që le ta ftoj Berishën. Në fundit Berisha është një burr me të mira të këqijat e tij, po i ka qëndruar deri në fund dhe do shkojnë SPAK dhe do ketë dhe konsekvenca mbase, por s'ka rrugë tjetër. Vetmja e kemi thënë gjithmonë që vetmja rrugë e zgjidhjes problemit është përballje me problemin. Kështu që do përballet me problemin, por që të ketë një sukses nuk besoj. Ka njerëz në opinionin publik që thonë për këtë çështje do të shkojnë të gjithë politikanët e lartë në SPAK, edhe Edi Rama, si persona në dieni, pra nuk e dim për hetimin, nuk mund të paragjykoj procesin, por si persona në dieni për ngjarjen, do të thirren të gjitha. Beson që do ta thras SPAK Edi Ramën për këtë çështje për 21 janarin, si person dieni? Unë besoj patjetër, nëse do të bëj drejtësi, duhet të dëgjohen gjithë palët. Palët kundërshtarët e dikushme ishte opozita që ishte Edi Rama. Dhe SPAK-u s'ka se dëgjoj vetëm Sali Berishën dhe zinxhirin komandues të gardës, pa dëgjuar dhe ato që i hodhën gurë, që hodhën to. Pastaj përgjegjësinë e vendos gjykata, nuk e vendos SPAK. SPAK duhet të cilësoj vetëm veprimet, do të shikojë se kush çfarë ka bërë dhe t'ia paraqes gjykatës dhe gjykata do ta mendojë dhe do të vendos. Kështu që nuk ka në një shtet ligjor që duam të bëjmë, që në fakt nuk është, duhet patjetër që Edi Rama të shkojnë në SPAK, pse të mos shkojnë. Qartë, mirë, unë dua të diskutojmë një çështje tjetër. Ditën e djeshme ka nisur punë Komisioni për Reformën Zgjedhore me 2 bashkëkryetarët, Oert Bylukbashi dhe Damian Gjiknuri. Sigurisht atmosfera ishte po themi jo e paqt, ka mosbesim, të paktën nga ana e opozitës, duke ju referuar edhe asaj që vetë zoti Rama e ka quajtur këtë reformë si ligje kineze, sa i takon pikësynimit të arritjes së rezultatit të zgjedhjeve. Nga ana tjetër, duhet që reforma zgjedhore të përmbyllet brenda 9 muajsh. A do të prodhoj këtë diçka, një garanci për zgjedhjet, apo zgjedhjet do të vijojnë të jenë ashtu siç kanë qenë, po themi? Nuk e parashikoj dot se çfarë do ndodh, sepse nuk është jam aty në tavolinë me to, po besoj që nëse duhet ndërtoj një shtet ligjor, patjetër do të komunikojmë edhe një nga të metat kryesorë të politikës shqiptare këto 30 vite, kjo ka qenë që mungesa e kompromisit mes palëve.